Mirë brëma të ndërruar shikues kudo që ndodheni. Ja dhe në episodin e dytë, faktikisht vazhdimsi të episodit parë, tema sontit roli faktikisht i agjenturave serbe në Kosovë. Fillimisht duhet të prezantoj me musafirët, Adnan Gjaka, politolog. Përshëndetje, faleminderit. Mirë se erdhe. Kora Blokaj, analist mbi sigurinë dhe për sigurinë. Fillimisht u dëshiroj mirë se erdhe dhe mirë se erdhet. Dhe do lusja regjin që spari për të hapur këtë temë të emisionit një nga kronikat e përgatitura nga stafi jonë. Në rregull është tash këtë pjesë e këput. Jemi rikthyer në studio dhe siç e pat të debatosh për rolin e agjentëve serb dhe agjenturës serbe në Kosovë. Nga t'ja fillojmë. Fillojmë me historikun e saj. Adnan. Atëherë, ku jemi tek agjentura serbe, domethënë tek shqiptarët, atëherë do të fillojnë tek fillet agjenturës serbe, domethënë në treva shqiptare, kur kanë filluar agjentura serbe, kur ka filluar, do thotë interesimi i Serbisë për kriju, do thotë shërbime inteligjente. Fakt duhet fillojmë që nga fillet e para, do thotë të agjenturave serbe. Ideja e parë për kriju, domethënë shërbimin informativ serb ka filluar do thot në programin e kryeministit serb Ilia Graçanini në vitin 1844 në programin është i quajtur programi Načetania. Në këtë program për herë të parë do thot përmendet tekstualisht ideja për me kriju një shërbim do thot inteligjent serb. Në fakt do thot më një herë domethënë pasi që është realizuar projekti do thot i Načetanës në vitin 1944, Serbia filloi me marr masa konkrete për të realizuar domethënë objektivat e saj, për që të realizohet ky projekt. Fakt projekti Načetana për publikun është mirë të tregohet, është projekti i parë ideologjik shtetëror serb për krijimin e Serbisë së Madhe. Domethënë projekti i parë shtetëror, jo projekti i parë në përgjithësi, se projekti i parë për krijimin e Serbisë së Madhe është e popi serb Stefan Stratimirović në vitin 1804, domethënë e cili domethënë ka qenë një projekt i parë për krijimin e Serbisë së Madhe. Këtë projekt ky pop ja ka dërguar carit të Rusisë Aleksandrit parë në 1804. Projekti Načetana që do thotë Ilia Graçaninit e realizuar në vitin 1824 që më një herë domethënë Ilia Graçanini që filloi në mënyrë konkrete për me realizuar ëndrrën e tij për Serbinë e Madhe, filloi të dërgon njerëzit e tij në terren, do të thonë për me shtri ndikimin e agjenturës serbe. Ai e kuptonte qartë që nuk mund të realizohet ideja e Serbisë të Madhe pa shtri ndikimin e agjenturave serbe në ato vende ku Serbia pretendonte të shtrinte ndikimin për të arritur pastaj deri te aneksimi i këtyre territoreve. Në terren ai domethënë në vitin 1946 kishte dërguar domethënë Stefan Verkovićin, i cili më pastaj kishte filluar kontaktet e para me shqiptarët dhe ku pikërisht në këtë vit ai ndër rekrutimet e para që e bën është prifni katolik Gasper Krasniqi, i cili më pastaj Gasper Krasniqi arrin të domethënë të rekruton si agent domethënë shtetëror serb preng Bigdoden dhe në vitin 1849 do thotë 1849 Gasper Krasniqi do thotë takohet me kryeministin në Beograd, kryeministin e Serbisë Ilia Graçaninin dhe bisedojnë konkretisht se si duhet do thotë bëhet një plan konkret që shqiptarët të nxiten dhe të bëjnë revolucion kundër do thotë pranërisë osmane. Konkretisht ideja do thotë e Načetanës në Serbinë e Madhe domethënë ishte një politik do thotë me koketu me linje dhe perëndim. Domethënë është një politikë shumë e matur. Ai e shitet që nuk dëshironte konfrontime drejt për drejtë me Austro-Hungarinë, po asnjë me pranën osmane, edhe pse synimet e tij ishte që synimet ekspansioniste të vetë Serbisë ishte pikërisht në këto territorë të këtyre dy perandorie, por ai kërkonte ta priste momentumin. Ta priste momentumin e duhet dhe bashkëpunonte me aleanca caktuar që kur vjen momenti i duhur, atëherë do thotë të zgjerojnë territoret, të zgjerojnë territoret e tyre. Zotë Gjaka, me qenë se me këtu pikërisht të kjo temë ndalemi. Po perandoria otomane në atë kohë, kishte dini për këtë projekt?
Në fakt, projekti do thot na që tanën e që Ilia Graçanini nuk ka qenë në dieni, për herë të parë është, do thot që shërbimi i parë që e ka evidentu se ekziston, është shërbimi austrak në 1886. Kurse publikisht është publiku për publikun e gjerë, gazeta Delo e Beogradit 1906. Nuk ka qenë domethënë dieni, vetë domethënë deri në 1883 shërbimi austrak. Sa i përket asaj që vjen pyetja se çfarë ka bërë shërbimi kundër zbulimit në Osman. A ka vepru konkretisht, cilat janë rezultatet e saj për me parandalu domethënë ndikimin e agjenturës serbe. Në 1880 do thotë krijohet shërbimi kundër zbulimit Osman. Megjithatë, i Sultan Abdulhamiti II ka pas suksese, mirë po duhet ta kemi parasysh se ishte fundi pranues osmane dhe ishte vërshu pranues osmane me agjentura ndryshme, shteteve ndryshme që kishin synime, do thotë për ta coptuar pranues osmane. Ka pas suksese të konsiderueshme, por në anën tjetër duke keq përdor shtete ndryshme, domethënë që ishin edhe slave, në emër të asaj që po dëshirojnë me mbrojt minoritetet që ishin ortodokse, ata që përdonin dhe vepronin, do thot, baza agjenturore dhe destabilizuese, do thot, për pranues osmanë dhe shqiptar konkretisht. Ajo që duhet veçohet një formë e agjenturës serbe, përpos që dihet konsulatat serbe në trevat shqiptare që luajtën rol jashtëzakonisht destruktiv, po besoj që do të flasim në emision tjetër për diplomacinë. Sigurisht, po me qenë se jemi te historiki, po mbetemi prapë sepse Zanafilla gjithmonë ka pas pretendimi. Pretendimi ka qenë kryesisht territorial për pushtimin e trojave shqiptare. Po. Në këtë formë. Okej, zoti Bllakaj, për të vazhduar sërish me historinë, do thotë këto synimet, strategjit, ndërsa ne kishim një pushtues 5 shekullor në tërheqje sipër, po vinte një projekt tjetër nga një fqin i Jonit që edhe sot e kësaj dite kemi dilema. Cila është strategjia e agjenturës serbe në konceptin e pushtimit trojave shqiptare? Spari, përveç fillesave të cilat i ka bërë shteti i Serbisë, domethënë i ka bërë strategjinë e agjenturës serbe, rol të rëndësishëm në shpjegimin e saj ka ndikimin në vendin ku i është drejtuar agjentura. Më thonë, Adnani përmendi rekrutimin e zotit e priftit katolik Gasper Krasniqi, dhe ky emër ka dalë edhe zyrtarisht si bashkëpunëtori i parë shqiptar në dobi të agjenturës serbe, dhe ndikimi ka qenë jashtëzakonisht i madh në Kosovë. Serbia agjenturën e saj e ka organizuar varësisht prej objektivave të cilat i ka pasur. Në kohën kur ajo synonte, domethënë, pushtimin e trojave shqiptare, domethënë ka pasur strategjia e tyre ka qenë mbledhja e informacionit të çfarë të dobishëm për të realizuar pushtimin. Ndërkohë që për shembull në kohën e sotme kjo strategji është modifikuar. Do të thonë, në Serbia nga viti 1999 nuk është këtu me trupa ushtarake, por agjenturën e ka të modifikuar. Dhe tani nuk është, domethënë, synimi strategjik i tyre pushtimi i Kosovës, por ka synime të tjera, siç janë për shembull sabotimi i ndërtimit të shtetit, edhe domethënë pengimi i konsolidimit të Kosovës. Domethënë si strategji kryesore. Ndërkohë që nuk përjashtohet mundësia që ata përgatiten përsëri, domethënë agjentura e tyre përgatit terrenin në një lëvizje të re të gjeopolitikës ose në një shans të re që atyre mund t'i hapet për të rikthyer përsëri trupat e tyre. Pra, agjentura e ndron strategjinë në varësi të objektivave të cilat i ka pasur. Adnani përmendi shërbimin turk ose shërbimin osman të kohës. Rezultatet e shërbimit osman të kohës kanë qenë të mahnitshme, për shkak se shërbimi Yıldız që quhet, i cilin e ka organizuar Abdulhamiti, ka qenë një shërbim në të cilin e gjitha agjentura botërore i ka koordinuar punët për ta zbuluar. Ata kanë pasur një metodë jashtëzakonshme të komunikimit, pas të cilës Anglia ka kryer studime 600 vjet rresht. Do të thonë, mënyra, gjuha me të cilën ka komunikuar aparati shtetëror me shërbimin sekret dhe shërbimi sekret osman, do të thonë me organizata të tjera të shtetit, po edhe me pallatin dhe me
si themi me sultanin. Kjo gjuhë të cilën e kanë përdorur Osmanët është zbuluar shumë vonë, domethënë nuk janë tashmë janë plotësuar 100 vite kur është deshifruar. Ka qenë e mësuar në dy drejtime. Njëri ka qenë përdorimi i muzikës, ndërkohë që një formë tjetër e komunikimit të shërbimit osman ka qenë komunikimi përmes qëndisjeve. Domethënë, po e zëm si shembull, domethënë gruaja e Sat Pashës që e ka mbrojtur Janinën, se kemi edhe një Sat Pashë e mbron Shkodrën, por po flasim për Janinën, për shembull i ka shkruar një mesazh sekret në një qëndisje, domethënë e cila ka shkuar në pallatin e sultanit dhe e ka njoftuar domethënë për fillimin e masakrave greke. Ndërkohë që kjo gjuhë është dekonspiruar shumë vonë. Për këtë arsye, rezultatet e shërbimit osman kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha. Po e nxam edhe një detaj tjetër. Ata kanë zhvilluar një formulë të një parfumi i cili është formulë turke mira veçare. Dhe kur nuk e kanë ndryshuar. Në kohën e fundit, domethënë në kryeqytet, ata në vendet ku i kanë ruajtur dokumentet sekrete, po e gjon për shembull në ndonjë xhami ose në ndonjë teqe ose në ndonjë vend ku janë ruajtur dokumente të rëndësishme të shtetit, domethënë tepiku i saj, porta, muret e saj, domethënë e kanë pasur atë lloj parfumi. Dhe në njëjtën kohë kanë qenë edhe qante ndacak të qytetit të trajnuar për të lehur ose për të ngritur alarmin, pikërisht domethënë për shkak të asaj arome që i bën, në qoftë se dikush i huaj ka shkuar në filon xhamin, domethënë, dhe qante ndacak, domethënë kur ka kaluar ai diku, qend kanë lehur. Dhe njerëzit e qytetit, domethënë cilët dihet që njerëzit marrin pjesë në sigurinë kombëtare, qytetarët e kanë rolin kryesor në sigurinë kombëtare, kanë reaguar dhe kanë dhënë sinjale që qend të trajnuar, domethënë e ndacak, kanë lehur para këtij personi. Domethënë që ky person ka mundësi që është afru dokumenteve ku ruhen. Format e komunikimit, shërbimit osman kanë qenë të sofistikuara. Kur është zbuluar kjo? Është zbuluar me Sultan Reshatin, domethënë me pasuesin e Abdulhamidit, dhe ka ndodhur që ai ka qenë një kompozitor shumë i njohur, domethënë Sultan Reshati I, dhe në një kompozim të cilin e ka bën në të operën e njohur të Vienës, domethënë e ka kuptuar, domethënë agjentura britanike e ka kuptuar metodën e tyre të komunikimit. Në terren, domethënë, ajo faktikisht është në troje shqiptare nuk e ka pasur atë fuqinë e ndikimit për shkak se nuk është përballur me Serbinë ose me Greqinë dhe me Bullgarinë. Në kohën kur po flitet, domethënë kur po flasim për shërbimin e Abdulhamidit, perandoria osmane ka qenë në një periudhë e cila e shënon edhe fundin e saj. Por është ky shërbim, domethënë kjo inteligjencë e cila e ka penguar rënien e perandorisë për të paktën edhe 40 vite. Nuk ka qenë absolutisht çështje e një fitore ndaj Anglisë, domethënë që u bë perandori botërore, ndaj Austro-Hungarisë që ishte perandori, ndaj Rusisë cariste në një ekspansion të jashtëzakonshëm, ndaj synimeve franceze, domethënë në tokat si themi të perandorisë në Afrikë, por edhe në lindjen e mesme. Prandaj domethënë nuk është që është marrë ekskluzivisht vetëm me ju kundërvën agjenturës serbe në trojet tona, por është marrë me të gjitha agjenturat e shteteve të mëdha. Ka pasur edhe sprastira. Edhe një të vogël, lutem, domethënë ku shihen veprimet konkrete të këtij të funksionimit, po edhe të defekteve të saj. Për shembull, sepse natyra hetuesve e studiuesve është nga ajo që është e njohur, ikim drejtim të asaj të panjohurës. Këta janë studiues të vërtetë edhe hetues të vërtetë. Për shembull, nëse i referohemi ne folklorit ton, kënga jashtëzakonisht ose marshi
shumë i njohur që këndohet për Osman Pashën, për luftën e Plevnës, do të thonë aty shpërfaqet, do të thonë dobësia dobësia e shërbimit inteligjent osman dhe mos funksionaliteti i saj. Do të thonë sa që në një moment, do të thonë aty Osman Pasha që po mbronte Plevnën, që ishte një pikë strategjike për depërtimin e rusëve, do të thonë, betejë të cilën Osmanët e kanë humbur, në realitet pavarësisht prej një mbrojtje tepër heroike dhe me viktima shumë të mëdha, por aty ka një varg te kjo kënga jon, thot për shembull, Osman Pasha, unë i kërkoj mbretit barut, ai më dërgon mu kfuc. Do të thonë, diçka nuk është në rregull, nuk ka funksionuar. Madje hakun e këtij mos funksionimi Osman Pasha e merr në Gjakov realisht te i dërguari që themi Osman që ishte Maxhar Pasha, që ishte një pasha, domethënë hungarez, le të themi, edhe janë zbuluar gjëra interesante për të, domethënë që ka qenë me orientim gjerman më tepër. Domethënë ai ju thot shqiptarëve që nëse doni me marr hakun e atyre vëllezërve t'juaj që kanë vdekur në Plevnë, domethënë si shkak i mos funksionimit edhe i tradhtisë njerëzve edhe të shërbimit inteligjent osman, është ta godisni domethënë të dërguarin që edhe realisht shqiptarët e vrasin në sarajet e Abdullah Drinit, domethënë Gjakov. Kjo e tregon edhe domethënë që ka pasur rezultate konkrete, por ka pasur edhe humbje tepër strategjike për shkak të mos funksionimit që duhet. Po gjithnjë po flasim për një perandorinë e ikje e cila nuk duhet amnestohet sepse shqiptarët kanë vujtur për 5 shekuj. E para, e dyta, perandoria otomane në largimin e saj nuk është se i ka sjell profet shqiptarit, sepse e la në konflikte dy anshme. Do të thotë i prurin një armiktri dhe miqësia e serbëve me perandorinë otomane veç dihet, janë fakte historike, i kemi të dokumentuara. Pse po them në prag të shpalljes pavarësisë së Shqipërisë, perandoria otomane nuk bëri më shumë për shqiptarët, sepse kemi edhe kishën katolike të angazhuar drejt shpalljes pavarësisë me gjithë klerikët që i dim faktikisht dhe kanë qenë mirë organizuar. Mirë, po kjo nuk është ajo që po du ta debatoj. Desha vetëm ta adresoj pyetjen lidhe me këtë faktin historik të këtyre sharjeve të cilat faktikisht shqiptarët u ndodhen prej një armiku në një armik tjetër. Dhe ky kompromis i perandorive të mëdha na sjelli në situata të palakmueshme. Do të thotë në prag të shpalljes pavarësisë kishim konferencat e Londrës edhe të Berlinit ku dihet se si u sakatosëm. Mirë, po roli, kalimi i agjenturës serbe për pushtimin e trojave shqiptare ishin përgatitur që më parë. Do të thotë, a jemi të vetëdijshëm se për nga një armik kemi kaluar të tjetri. Dhe ish armiku jonë sot është mik dhe është 8 mik që edhe na kanë njohur. Mirë, po nuk do të thotë që nuk duhet të marrim mësim se si na kanë pushtuar dhe si na kanë trajtuar deri në ditët e sotme. Kështu që pyetja ime është kështu. Kalonte agjentura serbe, ndikimi i saj zanafilla para luftës së dytë botërore, sepse pikërisht aty e kemi thumbin ku edhe sot e kësaj dite duke vazhduar me planin e Çubrilovicit e tjera. Fjala për ju. Para se të filloj, domethënë pas përfundimit do thotë luftës dytë botërore, vetëm një detaj sa përket asaj do thotë u tha këtu që do thotë shërbimi osman ka pas sukses, është e vërtetë që domethënë gjatë periudhës sidomos fundit të saj, mirë po për shkak të angazhimit të agjenturave ndryshme ka dhe qarje momente të caktuara. Konkretisht për këtë do thotë duhet të theksojmë, shembull kemi disa plane që janë bërë konkretisht të agjenturës serbe për mi nxit shqiptarët më konfrontu me perandorinë osmane në mënyrë që asnjëherë mos dërfituese dhe pritet momentumi që pastaj shtetet ballkanike të i pushtojnë shqiptarët. Për shembull, ish zëvendëskonsulli i Serbisë në Prishtinë, Branislav Nušić, që ka vepruar 1893-1897 në Prishtinë, ai harton një plan, thotë vetëm një mënyrë domethënë për të çuptuar shqiptarët duhet me çdo kusht të konfrontojnë me
Osman. Kemi dokument 1903, po ashtu që flet për këtë punë. Kemi një dokument tjetër 1912 hartuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë për mi futur asnjëherë s'duhet më pas fitore. Ne nuk guxon në asnjë mënyrë më rreshtu mi përkrah shqiptar direkt. Me armati me po mënyrë direkte, do thotë me këta duhet të dobësojnë dy parë, domethënë pranë muslimanë dhe shqiptarët, dhe pastaj ta presim momentumin të dobësojnë të dy palët. Por çka është esenciale këtu? E thash më parë që është keq përdorur shumë roli i misioneve diplomatike, domethënë konsulata serbe, ruse dhe këtu në treva shqiptare. Mirë, po në jetën kohë ka keq përdorur shumë kishë ortodokse serbe. Edhe ato për shembull kemi me fakte, sidomos në fund shekullin e 19, po fillim shekullin 20, që ato u shndruan në vegla shërbimeve serbe-ruse. Kemi agent tamam rus që ishin domethënë pop serb, po ishin agent rus dhe agent serb që do thotë edhe kishin shndruar kishat e tyre depot municionit, domethënë nga ty bënin sulme terroristë. Edhe kjo në kontinuitet ka vazhduar. Ajo çka një paralele shkurt nëse më lejohet. Po, gjithsesi. Strategjia është e njëjtë, historia përsëritet, sidomos keq për ata që nuk i marrin mësimet e historisë. Në kohën e synimeve ekspansioniste serbe në drejtim Kosovës, strategjia kryesore e Serbisë ka qenë domethënë konfrontimi me aleatin e saj kryesor ose me protektorin e saj kryesor, e cila ka qenë po ajo perandori. Dhe e njëjta sot përsëritet. Njëra nga objektivat strategjike të Serbisë në momentin që jemi është konfrontimi me protektorin momental. Në mënyrë që të përfitoj sa më shumë. Sa më tepër. Do të thënë, nëse ne arrim sot të krijojmë një zë ose të krijojmë një masë kritike që të sulmojmë trupat amerikane ose të NATO-s, do të thënë është pikërisht përsëritja e asaj historie të cila na ka ndodhur në vitin 1877, 1878 në realisht. Do të thënë, të dallojmë fillimet e perandorisë osmane, duhet të dallohen, sepse nuk kemi të drejtë, nuk kemi objektiv në qoftë se e themi fillimin e perandorisë osmane dhe fundin e saj me të njëjtën logjik. Do të thënë, ne shqiptarët në perandorinë osmane janë integruar. 36 kryeministra kanë qenë nga popullsia shqiptare. Popullsia shqiptare brenda perandorisë osmane ka qenë në një minoritet jashtëzakonisht i vogël. Sepse brenda perandorisë kanë qenë arabët. Nuk njeh historia e perandorisë osmane 636 vjeçare, nuk njeh asnjëherë, edhe pse arabët kanë qenë pjesë e perandorisë, kryeministër nga arabët të cilët kanë qenë popullata kryesore. Do të thonë, është interesant kjo dhe duhet potencohet. 3 kanë qenë autoritetet kryesore të udhëheqjes në perandorinë osmane. Shejhul Islami, ky ka qenë një person, si të themi, në rolin e papës sot, por ka qenë për botën muslimane, autoriteti më i lartë fetar i perandorisë. Ky nuk ka pasur, këtu kanë garuar, si të themi, dietarët ulemaja e krejt komsive brenda perandorisë. Më thonë, nuk ka qenë të jetë i gjakut turk ose i linjes turke, as nuk ka qenë, domethënë, këtu kanë garuar dietar nga të gjitha trevat. Por linja osmane e sultanëve, domethënë, që ka qenë autoriteti i dytë në perandori poshtë Shejhul Islamit, edhe pse autoriteti kryesor në ekzekutiv, ky është ruajtur gjaku vija turke. Mirë po, 36 kryeministra shqiptar të njohur tregojnë, domethënë, për nivelin e lartë të integrimit të shqiptarëve brenda perandorisë. Dhe ky nivel i lartë i integrimit shqiptarëve brenda perandorisë e ka bërë popullin shqiptar, si themi, bashk pjesëmarrës ose bashk ndërtues të asaj perandorie, dhe në fundin e saj ka qenë tabel qitje me, si themi, domethënë, me faj të plot, për shkak se mos të harrojmë në rrethimin e Vjenës, për shembull, komandanti dhe drejtuesi kryesor i operacionit rrethimit të Vjenës ka qenë Çipryliu. Me këto kondita, shqiptarët, domethënë, me perëndimin, si themi, kanë qenë në antagonizëm. Marrim shumë shembuj për kësaj, për shembull, në betejat kryesore të Napoleon Bonapartes, ku ai fiton vazhdimisht, madje fiton edhe Egjiptin, fiton betejat e Egjiptit, në lufta kryesore ku Napoleon Bonaparte humb
po jo vetëm që humb, po i shkatërrohet, si themi, bërthama e ushtrisë, është betejë e Sirisë, në të cilën domethënë kanë qenë 10.000 trupa shqiptar të komanduar nga Ibrahim Pasha. Edhe ai domethënë shqiptari i Egjiptit, djali i Mehmet Ali Pashës. Prandaj domethënë ne kemi qenë, ose shqiptarët e kohës kanë qenë bashkëndërtues të perandorisë, dhe në këtë kuptim kanë qenë cak legjitim i goditjes në geopolitikën që ka ndodhur në atë kohë. Domethënë ne nuk kemi drejt të themi që perandoria na bëri këtë të keqe, për shkak se ne ishim të integruar, shqiptarët ishin të integruar perandoria që nuk na bën të keqen, sepse kur dëgjoj, tash të gjën anën faktike. Gjuha shqipe ishte ndaluar. Po. Dëgjoj, po flasim për një sundues 5 shekullor. Gjuha shqipe e ndaluar. E ndaluar. A ka një mundësi një kontrapisë? Jo. Unë sonte jem debat për agjenturën serbe. Po, mirë, po perandorinë otomane nuk e justifikoj me ata fort. Jo. Po flasim vetëm te agjentura serbe. Do të kemi një emision ku mund të mbrosh ato teza, jo, po kalim vetëm te agjentura serbe. Vetëm për gjuhën. Po pres ndërlidhshmërinë lidhemi. Po ndërlidhemi. Vetëm një fakt shumë. Në çfarë gjuhë ka studiuar, ka shkruar Naim Frashëri, Samir Frashëri, Kuptohet, kur ti kesh ndalura se s'ka qenë as i themeluar alfabeti shqipe, është edhe e dyta vlen teksohet, domethënë për ngjarjet. Në vitin 1912, në mbrojtje të Jalinës, të Trojës shqiptare dhe të Shkodrës, kanë rënë 55.000 ushtarë. Është fakt historik ajo, nuk diskutohet, po të themi të shërbimet sekrete, sepse ajo është mirë, nëse dalim te shërbimet sekrete, e tham, domethënë, shërbimet sekrete të Serbisë i ndrojnë, Serbia ndron varësisht për objektiva që ishte marrëveshje perandoria otomane, thjesht me strukturat serbe, thjesht për kalimin e trojëve shqiptare në sundimin serb. Nuk ka qenë marrëveshje, po ka qenë kapitullim i plot. A ka të dokumentuar në këtë drejtim? Jo, nuk ka të dokumentuar, jo, përkundrazi, perandoria osmane ka kapitulluar dhe i është nënshtruar pas. Dhe aty me paktin e perandorive tjera, ne ram në sundimin serb me një pakt ndërkombëtar. Po, atë. Mos të kalojmë shumë në për tema që themi këto sot i thirrën për agjentuar serbe, po vetëm kalim thi. Veç që ti jetë të kapshme për shikues. Në fakt duhet ta kemi parasysh një gjë. Me traktatin, domethënë me Shen Stefan, ku kapitulloi 1878, kapitulloi Perandori Osmani, edhe më pastaj Kongresin e Berlinit, korrekt, 1878. Perandori Osmani kapitulloi. Ishin 6 fuqi nënshkruese. Dhe ato 6 fuqi nënshkruese, ato vendosin Pozoptin. Perandori Osmani nuk ishte pjesë e Kongresit të Berlinit, nuk ishte pjesëmarrës. Si e till nuk ka kapitull. Edhe në 1913 do të vazhdoj. Në 1913 Kongresin e Londrës, me traktatin e Londrës. Perandori Osmani po ashtu nuk ishte pjesë e saj. Domethënë, e këtu sa i përket këtij kontinuitetin, e ka thonë shumë bukur edhe Gazmen Zajmi, e ka thonë edhe Noel Mallkomi. Asnjëherë Kosova s'ka qenë pjesë, domethënë e Serbisë në aspekt juridik. Si e till, perandoria osmane nuk ka njohur kontinuitet, nuk i janë njohur, domethënë, poshtimet. Asnjëherë nuk ka asnjë dokument që ja njohoi poshtimet. Vazhdojmë aty ku ke pyetja pas luftës dytë botërore, të agjentuar serbe. Vetëm plotësohet dhe e fundit. Në vitin 1913 me konferencën e Londrës, e cila zgjat deri në vitin 1920, kur Komisioni i Kontrollit kufinit i vendos kufit definitiv të Kosovës, doja trojeve shqiptare. Në 1920 përfundon konferenca, realisht, zyrtarisht konferenca e Londrës. Por kemi një ngjarje interesante botërore. Është ngjarja e luftës parë. Dhe në qoftë se shqiptarët kanë shpallur një shtet të pavarur në vitin 1912, çush shpjegohet pjesëmarrja masive e shqiptarëve në betejën e Çanakkale's, në të cilën 28.000 dëshmor të dokumentuar nga troja shqiptare. Mendimi gjeopolitik i kohës. Në rregull, kam një pyetje me argument vetëm vogël. Mendimi, cili ka qenë mendimi gjeopolitik i shqiptarëve, ku kanë pa rrezikun dhe ku kanë pa shpëtimin. Ishte një projekt pas luftës dytë botërore, po do të vi më vonë, do të jetë pyetja për ty pikërisht. Rikthehen Osman në vitin 50 sërish me një projekt. Sa i përket, domethënë, u përmend këtu te agjentura se me pas përfundimit të luftës dytë botërore, domethënë ne dim veprimin që e bën atë Kozna, shërbimi i Jugosllav, më pastaj ndorjemi në Udba.
Menjëherë intensiteti i veprimeve të shërbimeve serbe fillojnë këtë, domethënë as vite 50, ata për shembull Serbia nxorri një udhëzim administrativ, do të thotë ku do të thotë ndalonte punata shumë për mi vërtetu kushtet shqiptare, saqë do të thotë kishte ndalu fillimisht domethënë kishte marrë komplet atë bylmetin gjithë ato pasuni që ishin shqiptarëve për me ja vështesu jetesën shqiptarëve. Saqë ne duhet ta dimë, 1948 është miratu konventa për gjenocid dhe një ndër elementet e genocidit është vështirësimi i kushtit jetesës. Dhe çfarë bëri Serbia? Përpos ja morë gjithë bylmetin, gjithë pasuninë që kishin shqiptarëve, ajo nxorri një udhëzim administrativ fillim vitet 50 që më janë ndalu dhe matin e dhijeve. Pse? Do thotë për shkak se mos me pas ata asnjë element për mbijetesë. Projekti I pas luftës, domethënë. Në vitet 50 mos me pas asnjë element për mbijetesë. Dihet se shkencëtarisht është vërtetuar se qumshi I dhis është vetëm që ka afërsisht 6 me qumshin e nënës. Dhe çka bëri? Do thotë ajo më pastaj realizoi ditë aksioni I armëve 55-56 56 procesi I Prizrenit, arrestimit e intelektualëve shqiptar, këto I bëri Udva, I bëri shërbimin Kince janë agent domethënë agent kishte infiltruar shërbime sekrete në konferencat të ndryshme që u mbajtën, nuk du me I cekme, janë mbajnë disa dhe fatkeqësisht kudo që shkonim ne u coptonim. Do të thotë kudo që antarësoheshim. Qytetërisht faktet historike ku janë me këto, sepse Serbia kishte plane, u miratuar nga Akademia e Shkencave, ishte plani I Çubrilovićve, ne lexonim, vazhdonim. Po ishte ai më konkreti, më strategjiku ai plani I Çubrilovićve, thjesht për shvendosjen. Sa kemi dokumentuar fakte historike në lidhje me këto infiltrime të asaj kohe që faktikisht edhe gjenerata jonë arriti t'i pasoj edhe t'i paguaj edhe me çakë me kokë për të ardhur deri te kjo satme. Fatkeqësisht domethënë deri tani nuk është, do thotë, nuk është argumentuar sa duhet, domethënë, sidomos infiltrimet e shërbimeve, sidomos infiltrimet e shërbimeve serbe, domethënë në këto organizata ndryshme që ishin organizata, do thotë përpajtore dhe nacional shërimtare, kështu me radhë që kishin qëllime patriotike. Paraprakisht domethënë përmend këto të aksioni I armë, përmend edhe që u zhbo çfarë qëllimi kishte. Qëllimi I qartë ka qenë gjenocidi, shkatrimi I shqiptarëve, domethënë debimi I tyre, vështirësimi I kushteve të jetesës. Këtë paraprakisht duhet dim që ka pas marrëveshje Turqia, domethënë Turqia me do thotë me Jugosllavin për shpërnguljen shqiptare. Por kur themi Turqia, duhet ta dim kjo Turqia ata turqët në Turqi laike direkt me Serbinë, jo me Jugosllavin. Po kishte pas marrëveshje dhe ka qenë dëmshme. Ne nuk dhe janë shpërngul diku 60.000 shqiptar, ka qenë shpërngulje jashtëzakonisht I madh. Por këtu duhet jemi sinqertë. Flasim për vitet 50. Ka pas intelektual që do thotë kanë pak këti proces ka pas edhe numër konsideruar shumë I madh I xhallar, po ka normalisht edhe ty nëse që thotë državno imama që jo më emën e bjem që dihet që do thotë kanë propaganduar është mirë me shku në Turqi. Domethënë që kjo është, por ka dokumente, ka fakte që kanë vetëm të lejo që domethënë është kundërshtuar ky proces. Çka bëre tash domethënë Udva dhe shërbime serbe? Gjatë kësaj periudhe domethënë ka intensifikuar veprimet, vrasjet, keqtrajtimet e shqiptarëve, si kjo vazhdoi domethënë deri në vitin 1966 kur do të thotë largohet nga pushteti, domethënë ish shefi Rankovići, shefi domethënë Aleksandar Rankovići, dhe nga kjo periudhë domethënë kemi do të thotë sidomos pas amandamentimit kushtetues domethënë 67-68 filloi një normalitet, paksa në normalitet për shqiptarët që jo në tanësi, por çka është këtu që duhet potencohet. Intensiteti I veprimit të agjenturave serbe filloi të rritet pas vdekjes së Josip Broz Titos. Kemi vrasjet e do kthehemi te kjo temë, do ndalem te Korabi sepse I mbeta borxh për perandorinë otomane dhe pyetja është kështu. Si është e mundshme që do thotë në vitin 1950 deri në 1958 deri në 60-ën 60.000 shqiptar në mënyrë masive braktisin Kosovën me një projekt që konkretisht në këtë rast nuk mund t'i mbrosh otomanet sepse ishte projekti I përbashkët I agjenturave serbe me shtetin turk, Po, shikojeni. Qa kemi fakte për njëra nga objektivat e studiusve, dhe objektivi pa kompromis I studiusit është, do thonë, mos ngatrimi I termeve. Ne duhet të dallojmë, do thonë, kur I referohemi një termi,
duhet ta shpjegojmë kush është ai. Do thonë edhe fetarisht ka një ajet në Koran ku thot Zoti njeriut, Ademit, mas pari ja mësoi emrat, pra ja mësoi nocionet. Kur i themi majmun, nuk e mendojmë njeriu. Pra, ti dallojmë termat. Do thonë, unë të çështja e termave jam pak më këmbgulës. Duhet të dallohet. Një shtet, një perandori e cila kapitulloi, ku ju mor Iraku dhe u vendosën, domethënë, filloi kërkimi masiv i naftës. Filloi lufta e arabëve ndaj tyre, domethënë. Po. Ato janë strategji ndërkombëtare. Po. Ai ishte një shtet i kapitulluar dhe nga format e kapitullimit është largimi i asaj elitës e cila ka bërë luftën, me fjalë të osmanëve, dhe ngritja në post ose ardha në fuqi e Gjon turqve të ri, elementit nacionalist turk. Ishte vazhdimësi e saj, ishte Ataturk. Po, Ataturk ka qenë domethënë vazhdimësi e saj. Pra, duhet të dallojmë, si themin, Kosovën brenda Jugosllavisë dhe do ta dallojmë Kosovën pas vitit 2008. Shumë rregull. Për këtë arsye. Pikërisht pyetja ke brenda Jugosllavisë, po, sepse kemi vesh ka pasur një marrëveshje, po ka pasur një marrëveshje për shpërnguljen e elementit shqiptar e kamufluar, domethënë e kodifikuar si elementi turk islam, domethënë pastrimi i elementit islam nga vendbanimet të cilat i ka marrë Serbia realisht, dhe kjo ka ngjarë. Dhe këtu dalim tani te agjentura. Objektivi ka qenë pastrimi etnik. Objektivi kryesor në këtë kohë ka qenë po. Dhe tani si vepron agjentura? Kjo është tema jonë. Për shembull, duhet propagandimi jashtëzakonisht i madh, dezinformimi. Dhe atëherë domethënë nuk ka pasur mjete të komunikimit sikur sot, por janë përdorur personat, figurat të cilat domethënë kanë pas zë, tribun popullor, njerëzit, figurat fetare e tjera, ata e kanë propaganduar. Një pjesë e tyre kishim një egzot tragjik brenda asaj mërzoje. Po, jashtëzakonisht shumë i madh. Për shembull, një pjesë e tyre, të cilët nuk janë drejt për drejt të lidhur me agjenturën, por bin prej e saj. Kjo në ndodh edhe sot. Më thonë, shumë një pjesë e njerëzve që mbajnë narrativën e Serbisë nuk e kuptojnë fare që janë, domethënë, argat që Serbia fare nuk i paguan nëse nuk investon te ata kur gjë. Ndërsa një pjesë e tyre po kanë qenë bashkëpunëtor edhe e kanë mbajt këtë agjenturë. A ishte ky projekt serbo-turk? Shikoj, objektivi ka qenë, objektivi kryesor ka qenë i Serbisë. Ka marrë pjesë edhe Turqia. Serbia do të përfitonte, por Turqia çfarë halli kishte që do t'i pranonte një egzot kaq të madh? E tham, e ka pranuar në kushtet e marrëveshjes, pas marrëveshjes Lozanës, i ardhur një pushtet i cili ka qenë dorën e perëndimorëve, madje ka vazhduar ky pushtet përfiton. Ta gëbim diçka se ka përfituar sigurisht. Për shembull, pjesë të asaj marrëveshje ka qenë popullimi ose krijimi i një brezi kufitar me popullatën armene. Në thonë, shqiptarë që kanë shkuar, asnjë s'ka përfunduar në Stamboll. Këtu ka qenë propaganda që do t'jeni në Stamboll, do të thonë aty ku feja realizohet në lidhje plot. Pas ke shkuar në arkivat otomane shumë, por çështja është tjetër. Kanë shkuar në Anadol, i ka vendosur në Anadol. Do të thonë, a ka përfituar Turqia pe këtij elementi shqiptar vendosur atje, po jashtëzakonisht shumë. Për shembull, sot kush e vepron këtë çështje me shqiptarët ose me njerëz evropian e përdor jashtëzakonisht shumë Kanada. Do thonë, i lehtëson jashtëzakonisht të gjitha kushtet për me kriju një rrip që asaj intereson me banu. Për këtë gjeneratën tonë për me relaksu dhe pak bisedën, a din se mos jemi vetëm në konceptin zyrtar. Për gjeneratën tonë, flas për gjeneratën time, Perandoria Otomane prej 1910, çfarë faj ka? Ide Ajo që po të pyes për gjeneratën time. Ajo që e kam studiuar unë, sigurisht ai që humbi ka të gjitha fajet. Jo, nuk do të thosha kështu, por sa është përgjegjëse sepse u dash që të arrim në këtë fund shekullin modern dhe thjesht të kemi sërish luftë.
ballafaqim. Gjeopolitika, Normalisht geografia, e ka një pjesë të madhe të fajit. Gjeografia ku janë troje shqiptare, është një brez toke në të cilën kufiri i lindjes dhe i perëndimit ka qenë gjithmonë temë. Po e zonë për shembull, Austriakët i thonë shtetit të tyre Osteraj, kufiri lindor. Në qoftë se përkthejmë emrin e Austrisë, Austriakë si thonë vetës, ata kanë konsideruar Austrinë kufi lindor. Pra kush ka qenë perëndimi? Është çështja. Dhe duke qenë në këtë gjeografi ku përplasën një herë katolicizmi me ortodoksinë, është përplasjen kryesore e ka zhvilluar troja shqiptare. Pastaj edhe lindja, domethënë fatkeqësisht me shqiptar. Po pra, edhe perëndimi me islamizmin, po ashtu të troja shqiptare, por edhe në luftën e ftohtë e kemi përplasjet e botës perëndimore me lindjen ruse prapë ndërsa kishim trima në për zona deri në Azi, ne të kurrëshim. Këtu është problemi, këtu është halli. Se kemi mbretin Konstantin. Po e flasim vetëm shkurt. Gjeopolitika e detyron ose e bën një territor pjesë të luftës ose jo. Për shembull, ai ka këto probleme Islanda. Islanda, historia e Islandës nuk e ka këtë problem, për shkak se gjeografia e saj nuk ja dikton këtë. Prandaj populli shqiptar është në një gjeografi në të cilën qysh në kohën e Ilirëve ka tentuar elementi slav për daljen Adriatik, është një luftë e vazhdueshme. Si pretekst për daljen e Adriatik. Po, për daljen e një det të ngrohtë. Domethënë, si themi, objektivat e tjerëve do bëjnë ty tabel ose art, target. Në fjalë që quhen moderne. Në gjuhën moderne quhesh territori yt, territori luftës ose ekosistem ku zhvillohet lufta. Për këtë arsye, këtu nuk ka munguar asnjëherë agjentura austriake, këtu nuk ka munguar asnjëherë agjentura gjermane. Këtu po e zon për shembull, duhet ta potencojmë një marrëveshje gjermano-turke ose gjermano-osmane. Kajzeri Wilhelmi i Gjermanisë ka një marrëveshje, së shpejti pritën dokumentat e kësaj se janë leju prej arkivës turke edhe prej asaj gjermane, ku ka një dakordancë me Abdulhamidin që Shkupi edhe Mitrovica të krijohen si qytete kufitare të shqiptarizmës me slavizmin. Shikoje, edhe në ato vite kemi këta në shekullit 18. Jo, më të fol për 1900-ën. Kajzeri Wilhelmi dhe Abdulhamidi e diskutojnë se interesi gjerman është që të mos dalin rusë slavë në detin Adriatik, e kanë ata këtë interes, është faqë vazhdimisht gjatë historisë, edhe në momentet kur elementi gjerman ka ndihmuar, disa çështje specifike, por ka pas një dakordancë të dy liderëve të mëdhej të kohës, ose që mos ta lejojnë Rusinë edhe elementet të saj serbët dhe slavët, të jugut, të kalojnë në Adriatik dhe i kanë vendosur Mitrovicën edhe Shkupin si qytete kufitare. Tani të lidhem te koha jonë, të dalim te koha jonë, pse luftohet, pse i kemi pika nevralgjike Shkupin edhe Mitrovicën edhe sot. Qysh ka mundësi që Serbia fare asnjëherë në asnjë rrethon nuk heq dorë prej Mitrovicës, edhe qysh ka mundësi që rezistenca e popullit shqiptar 100 vjeçare është vetëm për shkak, kryesisht për shkak të Mitrovicës, sepse kemi një ngjarje në vitin 1995 në konferencën e Daytonit, ka një ofertë serbe që të shkputej edhe Kosova pa luftë nga Serbia, por që të dorëzohet Mitrovica. Ka qenë një ofertë e diskutuar në konferencën e Daytonit. Dokumentuar? Po, është edhe dokumentuar. Të shkojmë edhe te lufta e dytë botërore. Edhe kur ishin gjermanë në trojën shqiptare, ajo shteti që e quajnë ples, domethënë 3 vjet e Shqipërisë. Në fakt, një Shqipëri e bashkuar, cilën e ka udhëheq projektin e ka udhëheq ministri i brendshëm i asaj kohe, domethënë Xhafer Deva. Është interesant se brenda kufirit shtetëror të këtij shteti të ri që u formu bashkë me trupat gjermane, domethënë Mitrovica ka qenë jashtë kufirit, ndërkohë ka qenë brenda Novi Pazari.
Pra, po flasim për një objektiv strategjik të cilin Serbia nuk heq dorë asnjëherë. Këtë është do të Dhe vazhdojmë. ta përmendim, domethënë të rikthehem edhe një herë të Shkupi. Edhe të Shkupi elementi slavo-bullgar, domethënë synimi kryesor e ka që Shkupi të slavizohet një herë për gjithmonë, për mos më dhon mundësi, domethënë që kufiri i shqiptarizmit me slavizmin të jetë shumë më thellë se sa ky ku është sot. Domethënë, këto janë disa fakte historike dhe disa ngjarje që është mirë kohë pas kohe t'i rikthejmë, sepse na bën të si themi më luftarak në konceptin tonë, domethënë, pse është e rëndësishme jashtëzakonisht sot mbrojtja e Mitrovicës? Pse është e rëndësishme që Serbia ka ngul me qindra vjet për Mitrovicën? Domethënë, kjo do ta kemi si ngjarja e sotme detajet. nuk ka dalë momentalisht. Është një projekt i studiuar se për Mitrovicën. Prandaj domethënë faktet historike, studiues, ata që e folin, duhet të jenë të pa kompromis në shpalosin e të vërtetës që është e dokumentueshme. Ajo që mund të dokumentohet është e mirëseorën sepse jemi ngulfatur me sistemin e propagandës edhe të shërbimeve tjera. Kështu që për atë arsye edhe jemi sonte në debat. Vazhdojmë tek periudha e viteve 90-ta. Po. Para pakisht, domethënë vetëm një detaj që nëse me ta Borxha e përmeni se përket një detaj ku u përmend këtu tash duhet me përmend kontekstin e asaj që evolimi domethënë apo kalimi prej Perëndimit Osmane në sistemin e do të thotë Atatürkit vetëm një detaj. Momenti që vin për shembull Xhan Turqit në pushtet. Në 1908 çka bën? Punën e parë që bën i shkatron dosjet e spionazhit. Domethënë kush ka bashkëpunuar me spion do të thotë agjentura ndryshme që i ka do të thonë verifikuar Perëndimit Osmane, ata i shkatron. Po vazhdojmë ku po ata tek vitin 1981, veç kjo sa për më një plotësim. U përmendëm domethënë këtë kontinuitetin për vitet 50 aty dhe domethënë të agjenturës serbe udhëves veprimet domethënë destruktive në raport me shqiptar. Thash momenti që vdes Josip Broz Tito, nuk do ta kemi në qartë, se shpesh edhe këtu mundohet edhe të paraqiten nëpër media se se ne kem qenë mirë apo diçka tillë. Mos harrojmë. 44 45 ndodhen domethënë masakra antivar 45 47 8 është gjenocidi llaftashm. E përmendëm një ndër elementet gjenocidit 50 tuti janë këto vështirësimi kushtet jetesës për domethënë rraje, përsekutim, burgosje, vështirësimi kushtet jetesës, gjitha këto që i bëri. Po e tham periudha ku është bërë mandamentimi kushtetuesi 67-68, mandej me domethënë drejta për me pas kushtetut, krajina që bëm krajinë autonome, edhe me pas simbole drejta për me pas simbole kombëtare, mandej universitetin e gjitha këto ishte një evolim, ishte një drejta pak më mira, po megjithatë nuk duhet të harrojmë edhe për universitetin, edhe për do të thotë për autonominë që është bërë Kosovës, kushtetutën e domethënë 74-s vetë nuk e ka nënshkruar, edhe nuk e ka përkras një herë Josip Broz Tito. Ndodhi ajo që ndodhi, vdekja e viteve, domethënë vitin 1980, Tito, këtu intensifikohet veprimtaria do thotë e shërbimeve serbe. Edhe në planin konkret domethënë me vrasje, me po edhe në aspektin e propagandës, agjenturës e gjitha këto. Të njëjtën jemi aktet e para domethënë terroristë kriminalit të udhëves duke vrarë patriot shqiptar pandej. Po. Ajo nuk ishte masakre. Edhe kështu që nuk u ndal. 82-ën vazhdoi me vllazë Gërvalla, 90-ën do thotë Enver Hadrin, do thotë e kështu me radhë. Në periudhën 1981-1989, agjentura serbe, politika serbe, diplomacia serbe ka shkruar 800.000 libra artikuj kundër Kosovës, 800.000. Nuk ishte edhe shumë shqiptar të infiltruar, do thotë në shërbim të dhjetave tutje, domthonë u bë 1989 u bë sublimimi i autonomisë Kosovës. Dihet në rrethana të dhunshëm ku aty votuan domthonë edhe pjesëtarë të shërbimeve agjenturës serbe. Domthonë u shkel çdo procedurë, votuan njerëz të paftuar shërbimin inteligjent jugosllav dhe u mbyllën mediat. U mbyllën mediat gjitha këto të shkruara, vitet 90 diku rreth 150.000 do thotë shqiptarët u larguan nga puna gjitha këto. Do thotë u shpërbën mbrojtja territoriale e Kosovës, domethënë nga që ky proces ndodhi për momentin që kushtoi 1990 me kërkesë të general Dali Muhaxheri, i vetmit mbrojtje territoriale në atë kohë Jugosllavi që ka kundërshtuar, do thotë shpërbërjen
që ka qenë Slovenia, se ka kërku vetë Serbia duhet mu shpërbën mbrojtje territoriale. Ndodhi shpërbën mbrojtjes territoriale, fillun domethënë për shkutimet, raje kësajtimet, ajo tjetër për me treguar se 90-97 domethënë për poshtë debime të mëdha. Ka ndodhur vrasje të ushtarëve në kazermë. Duhet jemi sinqert, vetëm aparat, po ka ndodhur një genocid, sepse shiqeni është vështesuar jashtëzakonisht kushtet e jetesës shqiptarëve, diku 500.000 shqiptarë kanë mbetë pa punë, pa ushqim. Po flasim për një edhe në anën tjetër kemi 90-91 kemi helmimin e nxancave. Dhe ku 8.000 nxanca janë helmu, mbi 4.500 rreth 5.000 janë mbet me pasojë jetësore. Ky helm domethënë që është helm kimik, që është domethënë që është vërtetuar nga ekspert, do thotë ka qenë jashtëzakonisht i dëmshëm. Dhe por këtu kemi një hile tek shqiptarë, të studiues, tek analist, jo me thonë që ky helm është marrë do thotë nga do thotë një fabrikë në Mostar Bose që është prodhuar. E vërteta është për Izrael. E vërteta është që është për Izrael. Po si të qoftë, se kemi këtu një kontinuitet gjenocidi, veprimet dhe përsëkujtimet. Këto të kalojmë te luta e fundit, 1998-99 normalisht që Serbia intensifikoi do thotë veprimet e saj agjentorore kundër do thotë shqiptarëve, saqë se ka qenë involvuar jashtëzakonisht shumë, domethënë edhe infiltruar, edhe do thotë në çarqet e ndryshme, edhe do thotë edhe të rezistencën tonë ushtrinë shqiptare Kosovës, këtu është thonë edhe tribunalin Hagës. Kemi për shembull Zoran Stihović, i shefi analitikës serbe, i cili në tribunalin Hagës ka përmend që i kanë pas diku rreth 200 pjesëtarë të ushtrisë shqiptare Kosovës agent ton, diku 60 pjesëtarë që kanë femra. Dhe kjo dëshmon që ka qenë e involvuar i jashtëzakonshëm. Po para se me ardh deti 1998-99 për me pa se paraprakisht Serbia i futja shumë rrojt në trevat shqiptare, do thotë kemi një burime të CIA-s amerikane që 1999 tregon që 250 pjesëtarë të shërbimit UDBA-s, shërbimit serb, kanë qenë do thotë agent serb, domethënë në administratën e Shqipërisë, domethënë 250 shqiptar agent të shërbimit serb kanë qenë 1999 domethënë punësuar në për administratë të Shqipërisë, dhe Serbia ka nda 50 milion raport në pas këtij, domethënë në raporti 50 milion vetëm çat periudhë do thotë kundër Shqipërisë, domethënë për agjenturat e saj në Shqipëri. Mandej para se me arkjo për me dëshmu sepse ndodhi në 97-a, 91-ën parlamenti i Serbisë është kërku haptazi që me nda fond veçantë për me destabilizu Shqipërinë, dhe është përmend shifra 17 milion. Në 1992 ka qenë një diskutim në parlamentin e Jugosllavisë në atë kohë Serbisë, dhe ku është kërku një lloj interpelancë, kërku sqarim ku mbeten ai fond për Shqipërinë. Dhe në përgjigjet aty që kanë qenë domethënë përpasues, domethënë që kanë bërë regjimin në atë kohë, ka qenë po, a peshini se e pronën që gjendën në Shqipëri. Domethënë fillon me i shkatru, domethënë pikërisht rezultati i agjenturave serbe, shkatrimi i fabrikave, do thotë edhe në armatime gjitha këto. Mirë po, se ka qenë do thotë mënyrë kontinuitive Jugoslavia diskutive dhe që e kapi Serbia, domethënë Jugosllavinë, kemi do thonë Ante Markovićin, domethënë ish do thotë domethënë kryeministin e Jugosllavisë, që kishte thonë armata jugoslave 92, do thotë armata jugoslave po vepron vetëm kryesisht në të mirën e Serbisë, dhe një ndër arsye pse ai japi dorëheqje 92-ën ishte se ku është miratu buxheti, do thotë 91-ën për domethënë buxheti për 92-ën, po që është miratuar në fund 91-ës, mbi 80% buxheti ka shkuar në ushtri. Do thotë kjo është absurde. Dhe kishte jep dorëheqje. Pra, kështu ky veprimi kontinuitiv i agjenturës serbe, ndarmja e fondeve, do thotë ushtria rrjetit, ndikoi më pasaj trazirat e 97 të Shqipërisë, që padyshim ajo në agjenturat greke, agjenturat serbe, mirë po dhe agjenturat ruse, agjenturat tjera dhe që janë involvuar edhe perëndimor normalisht, por konkretisht agjenturat serbe, greke, ruse janë drejt për drejt edhe që ka pas synim me destabilizu. 98-ën fakt tjetër që përmenden domethënë këtu edhe infiltrimin e strukturave të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por kemi edhe akte tjera për shembull për vrasjen e pjesëtarëve serb për të fajsu shqiptare. Rasti për shembull i Panda, që është bë në 98-ën, tashma ajo është bë drejt për drejt në udhën e Radomir Markovićit, i shefi shërbimit ushtarak.
serbë. Kjo është bërë drejt për det me urdhër shtetëror për me ekzekutu dhe me fajsu shqiptarët. Më pastaj domethënë pas 98-99 njëjtën veprim, domethënë s'më një herë pas çlirimit të Kosovës në korrekt të vitit 1999 me urdhën domethënë shtetëror serb njësitë i Legjas, domethënë që dihet të gjitha këto njësitë organizata terroriste janë drejt për drejti të sajume dhe të financuar nga Serbia. Këto është thonë edhe tribunali nga vetë, tribunali Hagës është thonë nga do të thotë ish pjesëtar të shërbimit serb ku i ndal kundër Slobodan Miloševićit që thonë jo vetëm Arkani, po edhe pranojnë edhe pjesëtarë tjerë, domethënë të organizata terroriste serbe që tregojnë qartë se kanë qenë në varësi të shtetit dhe bile si para Arkanit tregojnë qartë se kanë drejt për drejt nën komandën të shërbimit serb. Bile Arkani në 1973 dihet botërisht që është rekrutuar si pjesë e UDBA-s. Të vazhdojmë këtë intensitetin dhe agjenturës serbe. Korrik thash në korrik 99 ndodhin në Grac, Lipianin, fshat Grac Lipianit, vrahen 12 serb. Do thotë kjo është pikërisht për t'i fajsu shqiptarët. Dhe me njëherë, mas do thotë këtyre akteve, vazhdoj intensiteti, do thonë, dihet, ndodhi gjenocid, pa dyshim, ndodhi në shqiptarët në Mitrovic, rreth 15.000 shqiptarë, do thotë, debohen. Qëllimi ishte i qartë. Do thotë shkatrimi i shqiptarëve në pjesën veriore dhe pas hyrjes trupave të NATO-s. Jo, pikërisht pra, ndodhi pas përfundimit, po flas 99-2000 pas përfundimit ka ndodhur gjenocid i ri, se mos harrojmë, para luftës shqiptarët ishin mbi 50%, domethënë pjesën veriore. Dhe u ndryshu struktura demografike. Ky është qëllimi i qartë. Dhe pastaj kemi akte tjera të agjenturës serbe, akte terroriste për t'i fajsuar shqiptarët. Rasti në fshatin Gorazhdec ku vrahen 2-3. Këtë do thotë, këtë është argumentuar personalisht kam hulumtu, edhe për shembull mbas asaj fakti që kam marrë nga edhe policë hetus, ata kanë dëshmuar qartë që personat do thotë që kanë bërë ekzekutimin padyshim janë serb dhe për këtë i kanë mbyll faktet, do thotë unë miku dhe argumenti pse është do thotë aludimi se është i saktë që këtë kanë bërë domosdoshmë shërbimi serb, duhet dim që në atë kohë udhëheq i stacionit policor për pe ka qenë një rus. Dhe ai ka mshef komplet dosjet e ka zhduk dosjen domethënë për vrasjen e të rive. Ky çështje do thotë për një kohë gjatë e ka vazhduar me trajtu unë miku, e ka mbyll si rast, e ka vazhduar pastaj Oleksi, nuk ka gjetë asnjë fakt dhe asnjë provë, qëllimi është ka qenë që mi fajsu shqiptarët. Edhe pastaj ajo që duhet përmendet domon pas 2003-s është janar 2004-s ku ish shefi i shërbimit ushtarak serb Momir Stojanović. Ai del me një deklaratë, thot, para vitin e kaluar, është fjala për 2003-ën, thot ne kemi shtri ndikimin tonë në qendrën e separatizmit. Domethënë ka fjalë për Prishtinë. Kemi shtri ndikimin, kemi shtri bazën tonë. Dhe çka ndodhi? Ndodhen në Mars, trazirat e Marsit. Argumenti është shumë i qartë. Që aty ka qenë drejt për drejt, domethënë i involvuar shërbime serbe. Por fatkeqësisht, edhe unë kam një mendim që lejimi për me u djeg manastire këto, kjo ka qenë koordinim edhe me fakturë ndërkombëtare. Ka qenë kjo, nuk mund të, por pse aludojmë, pse trazirat e Marsit kanë qenë domethënë vepra serbisë. Duhet ta kemi një fakt. Trazirat e Marsit nuk ishte një, do thotë, nuk ishte shpërthimi një krize. Nuk ishte që, do thotë, aty nuk ishte një fillim një krize, thjesht ishte shpërthimi një krize, kulminacioni i krizës, se kriza ishte prej 1999-ën. Thash e përmenda, 99-2000 edhe pse përfundoi lufta, patëm gjenocid ndaj shqiptarëve, domethënë pjesë veriore. Vazhdimisht, domethënë përsekutohen ndaj shqiptarëve, domethënë nuk kishin zgjidhje të favorshme për shqiptarët dhe mashtrim që u bën ndaj shqiptarëve. Thotë edhe Wolfgang Petrish, që ka qenë negociator, domethënë që ka qenë edhe negociator në Rambuje, ka do thotë një libër ti e përmend shumë bukur, thotë në draftin final të Rambujes e kem hek shprehjen tekstualisht referendum. E kem hek. Edhe tash shqiptarët pritën që mas 3 vjete që do të zgjidhen. Dhe ky është do të thotë vazhdimisht eksesi akte terroriste që i bënin domethënë organizata terroriste në serbe në Kosovë dhe mos zgjidhja statusit që siç e pritin shqiptarët 2002-ën, atëherë do thotë krijoi pak kënaqësi të mëdha. Ana tjetër kemi jashtëzakonisht shumë, për shembull deri në mars
do thot 2004-ën 123 herë rrugët magjistrale, domethënë kryesore në Prishtinë janë bllokuar prej serbëve. Dhe ajo që është kulminacioni i saj ishte domthon mbytyja 3 terenëve që ishte bën nga huligan serb, po Lumen Iber dhe ndodh me 16 mars. 16 mars po ashtu kem pas edhe protestat e Voloçkës që kanë qenë shumë paqësorë, nuk ka pas kur fare eksesi, edhe më përpara nuk ka ndodhur asnjë ekses. 17 mars kemi protesta të nxënësave të Mitrovicës që afër urës së Ibrit protestojnë në mënyrë paqësore dhe fillojnë brëshi armeve, sulme ndryshme të terroristëve serb, vrasje shqiptarë, fillojnë më pastaj edhe përshkutimi edhe vetë Kforit, nuk duhet të harroj për minxit dhunë të shqiptarëve, për shembull në Ferizaj me tankse një pjesëtar i Kforit grek e ka mbyt 17 vjeçar shqiptar, e ka mbyt. Tash po dalim prej tamam si kronikë ngjarjeve njëra pas tjetrës edhe kanë ndërlidhshmëri. Mirë, po problemi që duhet trajtojmë këtu është se nga shërbimi sekret ky doli në anën sipërfaqësore, ku shteti më nuk është sekret dhe haptas për përdor propagandën e një projektuesi thuja se trashëgum dekad pas dekade. Ç'a të bëjmë sot? Cila është angazhimi? Ne po i shohim pasojat e shërbimit sekret serb, kemi sot edhe tribunalin që e krijuam faktikisht këtë gjykatën e turpit, si ta them, sepse nuk po di se ç'a po trajton. A është edhe kjo rezultati i asaj? Patyshim që po. Patyshim që po, po nëse më lejohet, do të kisha vazhdu një kontinuitet për ta dhënë përgjigjen, për ta vazhdu se mbeta ndoshta bëj edhe për shikuesin. Do të vazhdojmë. Ka mirë me dal për historisë për shkak se tema kryesore me do të vazhdojmë, jo vetëm duhet për me argumentu pse e aludoj. Argumentoj këtë dhe i kthehemi tek Korabi. Po. E thash për shembull 2004-ën, domethënë ku ndodhen tragjedit e Masin, 17 shkurt paraprakisht domethënë ishte protesta paqësore, fillon sulmet e ndryshme domethënë terroristë serbë i nxitën jetën ku dhe Kfori e kështu me radhë. Por ajo që nxiti pastaj vandalizëm ndaj kishave, do thotë ortodokse, padyshim që këto kanë qenë involvuar strukturat e shërbimit serb. Edhe nëse është bën ndonjë shqiptar që ka qenë në fosë ose ta zom që e ka pa ndonjë agent nuk domosht që ka vepruar një gjë të tillë dhe është diku vetëm diçka. Nëse është diku, po megjithatë duhet ta kemi një qartë. Para se me fillu djegja e domallkishave, 17 mars ka fillu, është djegë, një xhami Nish, xhamia Baraklin Beograd dhe një qendër islamike në Novi Sad. Çfarë do thotë kjo? Ato nuk ishin xhami shqiptarëve. Ato nuk ishin qendra kulturore. Do thotë kulturor shqiptar islam, ato thjesht vetëm objektet kultit fetar islam, kjo do thotë ata tregonin mbledh dhe urrëtie fetare. Dhe shqiptarët që mund të jenë involvu pas ndikimit të agjentuesve në djegjen do thotë manastireve, nuk e kanë bërë për shkak të urrëties fetare, po e bën për shkak të institucione fetare që kanë qenë inkriminuar në gjenocid, ishin involvuar dhe vetë ata po ishin inkriminuar dhe involvuar në gjenocid dhe nuk kërkonin falje. Në për ato kisha i kanë ndodhur vrasje, kanë ndodhur dhunimet e shqiptarëve. Aty kemi por rasti i fundit në Banska, ishte gjithçka që shihej. Në kohën që po flitet, domethënë ka një arrestim në një qytet afër Pejës këtu, ku një njeri, një serb, ka tentuar me djeg kishën e qytetit. Në Trazila e sipër, policia e Kosovës e ka arrestuar një serb në synim për me djeg kishën e qytetit. Po flasim vetëm për mbushur objektivat e tyre përqarse. Të dalim te ajo që na shqetëson sot. Domethënë, historia tregon shumë, por ne duhet t'i përgjigjemi objektiva të Serbisë të cilat i ka momentalisht. Objektivat e Serbisë nganjëherë janë strategjike, nganjëherë janë teknike, edhe nganjëherë janë modelohen taktike në një farë forme. Në një për shembull mund të ndrohet një taktik brenda një operacioni. Po zhvillohet një operacion agjenturor dhe ai i cili ka komandën, sado që i ka dhënë një detyrë agjentëve të vet, mund të ja ndërprej aty për aty. Objektivat strategjike të Serbisë në Kosovë janë
mbrojtja e kishave dhe e manastireve ortodokse. Është pretekst ky. Jo është objektiv. Pretekst për ta lënë gjithmonë Është- vatrën Po pra, tezën. po pra, agjend e Serbisë në Kosovë është mbrojtja e kishave dhe e manastireve. 2004 është shfrytzu që pastaj në bisedimet e Vienës mu E pam atje do të thonë, thirrjet e për- mbledhjet e për- Këshillit për të një- Sigurimit e po gjitha pra, ato. jo janë shfrytzu, statusi i kishës serbe në bisedimet e Vienës, është pra konkluzioni i asaj 2004-s. Që të kenë status veçantë. Kush ja po hajrin asaj lëvizje, ajo është edhe organizatori. Bravo. Kjo është. Po, pikërisht. Sot mbrojtja e elementit serb në Kosovë, e qytetarëve të Serbisë është objektivi i Serbisë. Po, tjetër objektivi i Serbisë është konfrontimi me shtetet aleate që përmendëm konkretisht. Ne duhet të eliminojmë zonat që na konfrontojnë me shtetet e bashkuara të Amerikës vazhdimisht. Nuk duhet t'i lejojmë, si themi, këta zërat që të bëhen masiv, sado që nuk janë shqiptarë. Por teknologjia po e mundson, sidomos rrjetet sociale. Tjetër, objektiv është pengimi i funksionalitetit shtetëror. Ky është një objektiv strategjik. Ndër këshillat kryesore që i ka dhënë Richard Holbrooke në takimet dashamirëse me udhëheqësit të Kosovës ka qenë funksiononi. Në momentin kur një shtet nuk është funksional, ai i nënshtrohet operacioneve të faktorëve që mund ta bëjnë operacion. Po flasim, është shkatruar Bashkimi Sovjetik për shkak se nuk ka qenë funksional. Është shkatruar Jugosllavia për shkak se nuk është funksionale. S'ka funksionuar, po pra, s'ka funksionuar si duhet. Është shkatruar perandoria austro-hungareze, është shkatruar perandoria osmane. Ne duhet të jemi të kujdesshëm këtu. Shansi vetëm i Kosovës është që të funksionojë, edhe kjo është këshilla Richard Holbrooke që e ka ritheksu liderëve tonë. Do të thonë, objektivi strategjik i Serbisë këtu është me minu funksionalitetin shtetëror. Metodat që i përdor Serbia janë shumë vlefshme. E para, do të thonë, dezinformimi përmes historisë, ku marrin një pjesë e madhe historianëve tonë fatkeqësisht. Krijimi i një narrative jo të saktë. Do të thonë, injektojnë një mendim jo të saktë të një brez i ri për t'ia shlyer atij memorien dhe në një momentum të caktuar ti do të kërkon ndihmë realisht të dikush që nuk është aleat i natyrshëm i yti. Do të thonë, është sulmi përmes historisë është shumë funksional edhe ka pas rezultate jashtëzakonisht mëdha në trojën tona. Tjetër, nxitja e urrëties fetare. Po e zonë, për shembull, e kemi vetëm vitin e fundit, ose po flasim edhe për vitin 2025, kemi pas një lëvizje të çoroditën, që mori medialisht jashtëzakonisht shumë vëmendje, që u organizua nga një grup agjentoror, fatkeqësisht shqiptar. Do të kemi tema special lidhur me atë se do të thonë televizja Deçanit. Nxitja e urrëties fetare është objektiv i Serbisë. Shkaktimi i albanofobisë, do të thonë, me po shqiptarët në arenën ndërkombëtare si të rrezikshëm, më të rrezikshëm se çeçenët, më të rrezikshëm se i krijojnë ata stereotipe, do të thonë, nëse çeçeni po e zon në perëndim është bokser i mirë, luftarak kështu, shqiptari është hala më i rrezikshëm. Do të thonë, krijojnë stereotipe për neve. Objektiv tjetër i Serbisë që realizon ose që tenton me realizu në Kosovë, edhe janë jashtëzakonisht të pas sukses, fatkeqësisht është luftimi i institucioneve të Kosovës. Dhe cilat institucione luftohen zakonisht? Zakonisht luftohen forcat armatosura, domethënë FSK-ja, luftohet policia e Kosovës dhe luftohet shërbimi inteligjent. Aktert që marrin pjesë në luftimin e këtyre, domethënë objektivi është humbja e besueshmërisë së popullit në institucionet e veta. Do më thonë, në qoftë se qytetarët shqiptarë të Kosovës nuk i besojnë institucionit policisë, nuk bashkëpunojnë me ta. Dhe në momentin kur qytetarët nuk bashkëpunojnë, rrezikohet siguria kombëtare e vendit. Pra është një luftë strategjike.
Fatkeqësisht kush janë zonat që e kapin këto? Një pjesë e madhe e mediave dhe një pjesë e madhe e folësve. Do thonë, po e zonë për shembull raste konkrete, ti përmendi një dy sa për ilustrim. Flitet për FSK-n që ngeli pa ushqim. Në realitet është ata që flisnin, sponsorizonin, domethënë këtë narrativ në mediat e Kosovës, kishin, si të themi, interesa të drejtë për drejta në furnizimin e ushtrisë Kosovës me ushqim, e cila është një logjik jo normale. Dhe në të gjithë botën ushtria funksionon me kazermat e veta. Nuk ka drejt një hotel i pejes me dërgu ushqim në kazermën e ushtrisë atje. Ato janë politikat brendshme të sigurisë ato. Po pra. Nuk e besoj që duhet të jenë. Jo, domethënë po trajtu për opinion. Po e marrin si luftë speciale ndaj institucionit. Po të kuptoj. E dyta, për shembull, luftohet jashtëzakonisht shumë shërbimi inteligjent i Kosovës. I mveshën atij metodologji të punës që nuk është e vërtetë. Është i vetmi agjenci në Ballkan që është ndërtuar në koncept perëndimor. Edhe Shqipëria domethënë duket se është më e forta. Edhe Shqipëria domethënë me një traditë në këto hala nuk është e reformuar plotësisht, domethënë i ka metoda të shkollës vjetër ende në funksion. Po ky i Kosovës domethënë është i ndërtuar sipas modelit perëndimor. Luftohet jashtëzakonisht shumë policia. Matrica çush luftohet. Ja kemi një gjë interesante. Po i marrim domethënë vetëm shembujt e arrestimeve të 3 agjentëve për bashkëpunim me bijën serbe. Janë arrestuar në Ferizaj 2 burra shqiptar, dhe aktakuza për ta është 55 faqe. Në këto 55 faqe mungon një pjesë e madhe e informacionit për këta persona, për të mos prishur hetimet e matutjeshme. Por, domethënë, është bë publike aktakuza që mjafton për mi dënuar ata për filluar procesi gjyqësor. Proces gjyqësor. Çush kanë funksionuar këta? Matrica është gjithmonë ajo që i referohemi edhe historisë. E para, këta persona zgjedhen dikush që punon në institucione legale të shtetit. Mund të punojnë në për ministri, që të jetë sa më komod. Po, domethënë që të jetë komod. Mbulesa të jetë jashtëzakonisht e mirë. Për shembull, rasti konkret, njëri ka punuar në policinë e Kosovës, tjetri ka punuar në doganën e Kosovës. Për një kohë gjatë. Domethënë, dhe prej aty, ata rolin i tyre ka qenë marrja e informacionit edhe dhënia e informacionit tutje. Ajo që vlen mund të theksu këtë është që djali i njërit prej këtyre, ka drejtuar një media shumë të njohur në Kosovë dhe ka qenë kryetar i asociacionit të gazetarëve të Kosovës. Pra, na ka përfaqësuar do të thotë. Pra, do të thonë kemi fshehjen, do të thonë futjen brenda sistemit juridik, depërtimin media gjithsesi, veprimtarinë e tij subversive, spionazhit e shumë tjellat që tentohet të mbetet e fshehtë, por gjithmonë kemi edhe dikon që ja mban PR-in. E dërgon ato, shiqa bani sot në pej, këtu bërë një aktivitet tjetër në Prishtinë e tjera. Edhe të rasti tjetër, një arrestimit të zyrtarës të spionës serbe, Jelena harrova mbiemrin e saj. Ajo ka qenë në punë në organizatën e OSBE-s. I ka raportuar drejt për drejt një polici të Kosovës, domethënë që po ashtu është identifikuar si agent i Serbisë në pjesën veriore dhe prej aty informacioni ka shkuar te një agent tjetër, po ashtu identifikuar në Novi Pazar. Dhe ç'a ndodh si ndodh kështu, si është sheh, PR-in kësaj gruaje ja kanë bërë 2 media, njëra në Graçanic dhe një media tjetër në pjesën veriore. Domethënë, janë aktivitetet e saj, janë dokumentuar nëpërmes media. Pra, këta janë shembuj që na tregojnë neve çush vepron agjentura konkretisht në Kosovë, të cilat janë objektivat e saj. Edhe po e përmbledhi këtë për të krijuar hapësirë, domethënë dezinformimi është njëna prej armëve kryesore të luftës hibride. Konceptin e luftës hibride, e kemi të qartë që është gjitha mjetet konvencionale dhe jo konvencionale
për me dobësu armikun, me kriju defitizëm të ai, edhe marrin kontroll, domethënë, të një vendi pa pas nevojë për luftë fare. Domethënë, ka autor modern që e kanë shpjeguar që kjo është gjenerata e 6 të luftës. Domethënë, nëse për Serbinë në vitet 1800-1900 objektiv ka qenë toka, domethënë, sot objektivi modern nuk është toka. Domethënë, ka qenë toka pa popullat, po sot nuk është objektiv toka pa popullat, madje nuk është fare objektiv toka dhe popullata, por tashti janë asete strategjike. Do thonë, sepse lufta është e kushtueshme, po ndodhin atëherë çka tenton gjenerata e 6 të luftave? Gjenerata e 6 të luftës tenton me marrë një vend, udhëheqjen e një vendi, asetet kryesore ekonomike dhe drejtimin e atij vendi pa pas nevojë për luftë. Kjo është jashtëzakonisht e rritur. Ky aktivitet në vitet e fundit është jashtëzakonisht i rritur. Dhe kujt i drejtohet? Sipas një studimi të dalë kohëve të fundit të Institutit Korrektiv, është një fact-checking gjerman, do të thonë që merret me lajmet e luftës hibride, do të thonë me dezinformacionin në Gjermani. Ajo i ka identifikuar 120 media të njohura gjermane që kanë propaganduar dhe janë drejt për drejt, do të thonë, në ndikimin e Rusisë. Po flasim për në Gjermani. Dhe nëse Gjermania me atë kulturë mediale, me atë kulturë popullore cilën e ka, me atë frym patriotike të popullit vet, edhe aty agjentura ruse, do të thonë, arrin të krijoj 120 media, që është një numër jashtëzakonisht i madh. Kemi media në Kosovë që po ka studime media vetëm dyshime. Jo, ka. Sepse kemi individ gazetar që ka studime. Ma shumë hedhin dyshime. Jo, ka studime. Është për t'u amendur nëse një media është certifikuar nga Komisioni Pavarur Media dhe e dim se sa po përmendim vetëm disa fakte nga koha sot. 30 media janë të identifikuara në Serbi dhe në Republika Srpska që përhapin dezinformacion. I di të gjitha emrat e tyre. Po prandaj, po flasim për Kosovë këtu. Që po kthehena në Kosovë. 600 media funksionojnë në Shqipëri, shumica e tyre nuk u dihet pronari i vërtet. Një pjesë e media të Kosovës janë media të oligarkëve. Dihet, do të thonë të biznesmenëve të fuqishëm, kanë edhe media të fuqishme në Kosovë. Mediat pa sponsor nuk mund si do qoftë. Këto domethënë të ekspozojnë. Kjo metodë e informimit të ekspozon domethënë mu përfshi drejt për drejt ose edhe pa pas nevojë drejt për drejt. Me zbatu politikat e një shërbimi sekret. Po, e tash. Këtë do të thënë. A kemi zonë mediat e Kosovës që unë i kom quajt edhe disa herë më ka ra edhe konkretisht, edhe me emra konkret, unë i quaj megafoni i Serbisë në Kosovë. Po e në zonë për shembull. Po përmend vetëm si shembull. Një kontralajm për industrinë. Kemi pak më tjetër. Po marrim vetëm si shembull. Një kontralajm. Që vetëm një shembull. Lajmi i shërbimit sekret. Dikujna që një medium Kosovë për hap. Më në një shembull për ilustrim, sepse nuk kemi objektiv më shikues. Sipas raportit të korrektivit, domethënë ai ka identifikuar 9% të gjitha atyne diskurseve që ekzistojnë mediat e Kosovës kanë drejt për drejt lidhje me Rusinë. Po flas një studim ndërkombëtar shumë kredibil që është korrektiv, ai ka thënë domethënë që 9% të lajmeve që plasohen në mediat e Kosovës kanë narracion domethënë që ju konvenon agjenturës ruse. Ndërkohë që thotë ajo që propagandohet në Kosovë si themi në sinkron me interesat e Serbisë shkon deri në 30%. Edhe, a mund ta identifikojmë, çush e identifikojmë? Ja për shembull, ne nuk kemi parë asnjëherë një gazetar që e mbron interesin e Kosovës kur e merr në pyetje Aleksandar Vučićin ose Aleksandar Vulinin që është më i theksuar te projekti Bota Serbe. Ata nuk i drejtohen kryeministit, presidentit tyre me pyetje që janë interes i Kosovës. Por e kemi të kundërtën, do thonë, po marr një rast konkret. Pas takimeve në Bruxelles, kryeministrit Kurti, pyetja e parë e gazetarës shqiptare fatkeqësisht është zoti kryeministër, kur do ta bëni asociacionin? Do thonë, e ka lirinë para aktit krym. Po e ka lirinë e propagandimit, antishtetror,
e ka lirinë e propagandimit, si themi, të asaj që Serbisë i intereson. Këtu kemi të bëjmë, këtu shfaqet, këtu tregohet, është shembull konkret ku tregohet që kemi zonë jashtëzakonisht madh. Dje domethënë hiç më larg drejtuesi i një instituti që ka qenë edhe në zyrën ndërlidhëse në Beograd një kohë, domethënë thotë që nëse nuk krijohet asociacione dhe nuk dërgohet gjykatës kushtetuese, qeveria e re nuk ka pse formohet. Domethënë me një lehtësi kaq të madhe propagandohet në studiet e Kosovës. Do kesh një bagazh mbështetës tepër të madh. Po është jashtëzakonisht të dëmshme. Do kalojmë edhe te Adnani. Se për këtë objektiva që tha objektivat e shërbimeve sekrete serbe, do ta kuptojnë se një ndër objektivat madhore të agjenturës serbe është, do të thotë, lufta speciale në raport me Kosovën. Çka kupton me luftë speciale? Lufta speciale është paraqit një gamë gjërë aktiviteteve ndryshme, domethënë elemente ndryshme si aktet terroriste, sabotazhe ndryshme ekonomike, presionet ushtarake, sulme kibernetike, spionazhi, do thotë edhe lufta psikologjike. Prandaj agjentura serbe në mënyrë vazhdueshme është duke vepruar dhe po vepron. Ku jemi te lufta psikologjike për shembull, pse e themi që është shumë e theksuar tek ne. Qëllimi kryesor me luftën psikologjike është me ndryshu pikpamjet, qëndrimet, mendimet të qytetarëve për institucionet, për shtetin e vet. Do thotë që me pas një qëndrim defitist, që këtu nuk mundem, ne nuk mundem përballë armikut, me demotivu, edhe ushtarakisht edhe çdo pikpamje që ne nuk mundem përballë Serbisë. Dhe fatkeqësisht këtu ka arrit. Është një thënie briljante të mendimtarit studiuesi Ben Haldumi, ku thotë popujt gjatë historisë kanë mësuar disfat, humbje njerëzore, por nuk janë zhduk, vetëm ata janë zhduk kanë mësuar disfat psikologjike. Kjo është fatkeqësia e jona. Te aspekti i luftës, domethënë luftës speciale të agjenturës serbe, një kontinuitet, do të ndërlidhesh një aspekt. Domethënë bija serbe ku e përmendet sa i përket që është implikuar padyshim në çështjen e gjykatës speciale. Po, është një e vërtet. Tek 2003 bija serbe ka botuar 2 libra. 2 libra që me shpifja, me shpifje për kënë se shqiptarë kanë bërë krime, kanë bërë transplantim të organe. Si rezultat i saj, do thotë kjo është marrë për bazë pastaj edhe tribunali i Hagës që i ka akuzuar, domethënë generalët dhe ushtarak tonë, domethënë të ushtrisë shqiptarë Kosovës. Ai është shërbimit sekret edhe kjo. Padyshim. Nuk diskutohet në një parlament në kohë moderne të kryesh një gjykatë mbi një bazë. Po. Siç ishte fakti për transplantim organesh, e në fakt, krejt procesi i kësaj gjykate ka përfunduar në një humor, në një satirë në cilën Kosova është pasfigueshme. Është ekspozuar shantazhin ndërkombëtar. A ka arrit që të dokumentohet sepse kemi pas disa lëvizje dhe besoj do kemi një të ftuar nga misionet e ardhshme në lidhje me këto agjentura serbe. Pse ne mund të themi që drejt për drejt domethënë ka qenë involvuar shërbimi serb sa përket kësaj, do thotë përgatitjes për të akuzuar shqiptarë për këndë transplantim të organeve. E përmenda 2 libra të parë. Mandej, do thotë kemi 2010-ën, do thotë miratimin në Këshillin e Evropës të raportit Dick Martit, edhe 2011-ën ajo është, do thotë 2010-ën është publikuar, po 2011-ën është miratuar. Dhe mas pari do ta dim një fakt. Dick Marti është vërtetuar me fakte dhe dëshmi që ka koketuar me shërbimin rus. E ka pranuar edhe ka pranuar. Dhe vet është me mburrje thotë që më ka ndihmuar shumë Vladimir Vukčević, ish prokurori serb për krimin e luftës. Ka thënë bukfalisht, e ka thënë publikisht, domethënë nuk e kam shef. Dhe që ka qenë involvuar drejt për drejt domethënë shërbimi, ka koketuar me shërbimin e rus, kjo dihet. Çështje e tjetër, do thotë ne e dim për akuza për vrasjen e shqiptarëve që kanë ndaj serbëve, ka ishte involvuar më pastaj edhe Nazim Blasa që është dokumentuar që në 1997 ai ka qenë i rekrutatuar në UDBA. Çështje tjetër e kemi është faktu që e përmendëm, është faktu. Kemi rast i parë që mund të për këtë rast është që është faktu, kemi në Çaklavis afër Prishtinës ku është arrestuar agent të bija serbe, është filmuar janë gjitha këto fakte, domosdoshmë 2009-ën. Më pastaj janë arrestuar 2011-ën agent poshtë të bija serbe për një jetën akuzë, për një jetën tentim për montim
Do kemi një nga emisionet të ardhshme në lidhje me këtë temë ndaj që kinse ka domthon shqiptarët udhëheqët të ushtrisë shqiptar kinse kanë bërë trafikim çaninjezore, gjë që do flasim një emision veçantë po. Edhe për fund e kemi 2024 ku do thotë u arrestuan agent të BIA serbe për tendencë. Por më të më lejoni në aspektin praktik, pse mund të themi që sot do thotë është Kosova rrezikohet për agjentura serbe. Ne dita ditës po e shohim frutet e ndikimit të agjenturës serbe. Kemi sabotazhe ndryshme në ekonomi, kemi do thotë pengesa ndryshme në projektet politike, ekonomike në vazhdimsi. Po ajo që është më shqetësuese, menes pas përfundimit të luftës, oligark shqiptar, të cilët ishin lidhur me agjenturën serbe që është dokumentuar nga shërbimi ushtarak i NATO-s, edhe nga BND, shërbimi gjerman, që njerëz që kanë bashkëpunuar me MUP-in, me Serbin, ata morën pozita kyçe në ekonomi, biznese, pastaj politik, krijuan televizione, gjithë këto dhe krijuan një narrativ çuditshëm. Të thotë çfarë ndodhi kështu? U luftuan klasa më patriotike, ata mbeten përjashtuar, familje patriotike mbeten në aspektin ekonomik, jo sistemum në propozita kyçe dhe pikërisht këta persona që ishin bashkëpunëtor serbisht, që thash krijuan televizione gjithë këto, promovuan perversitete dhe antikontarizëm, sulmun vlerat e ushtrisë shqiptare Kosovë, sulmun burgose politik. Kemi pikërisht do thotë mos harrojmë që thash është promovu perversiteti. Mirë, po mos harrojmë Serbia për 1995 ka projekt, domethënë degradimin e moral shqiptar është projekti i shësherit. Ishte edhe qëllimi i këtij emisioni. Sa i përket çështje, do thotë pse thash është rrezikum Kosova. Ne kemi raporte ndërkombëtare që domethënë janë publikuar dhe që thonë që shërbimi jugosllav, domethënë konkretisht Serbia, shërbimi UDBA i ka pasur mbi 2200 do thotë agent në për Serbia ka në për në Jugosllavi mbi 700 llogaritë sipas atij studimit në Kosovë. Sipas burimeve austriake 2008 janë publikuar thotë se Kosova Serbia i ka spion në Kosovë, shqiptar 725 spion me betim. Dhe kjo është shqetësuese. Dhe ne po i shohim dita ditës rezultatet do thotë të agjenturave serbe. Dhe prandaj sa i përket do thotë strategjive dhe aktiviteteve që sa duhet ndërmarren, do të kisha do të lejoja i kemi shtetë bashkime për shkak se praktikisht ka ulur tu matë konkret me shikuesit kur më të sigurt që më kanë kemi një agencion të inteligjencës perfekt. Skënçore pa përmendin ngjarje, më thonë në kur kanë rrjedh emaillat nga WikiLeaks, 2000 diçka emaila e kanë qenë domethënë me tematikë nga Kosova, nga shqiptarët. Në mesin atyre emaila kanë qenë edhe shumë dokumente të cilat një pjesë studiuesve tonë i kanë nejt gati, domethënë i kanë shkarku. Ka një dokument të shërbimit gjerman prej 28 faqeve që i referohet emra konkret të shqiptarëve në Kosovë dhe përmendet aty edhe stenogramet e një bisede, një takimi ku kanë marrë pjesë në qershor të vitit 1998 biznesmen të ish sistemit, domethënë janë takuar me personalitete të luftës sonë dhe ka qenë tema konkrete ka qenë krijimi i partive politike, domethënë që duhet pasohet. Nuk po flasim për qershor 98, 99, por po flasim për qershor 98, që i bën shërbimi inteligjent i Serbisë e ka kuptuar qysh në 98-ën që e ka humbur Kosovën dhe është ripërshtat, domethënë e ka ndryshuar strategjinë. Dhe cila ka qenë kjo strategji? Strategjia të cilën do ta çoj deri në fund. Krijimin, ndihmën për të krijuar një parti politike dhe kjo parti politike pastaj e ndihmon këtë elementin iniciues, domethënë MUP i Serbisë dhe njerëz të Kosovës e ndihmon domethënë me rikthy fuqinë, kapitalin e Kosovës prapë në dorën e këtyre. Po flasim
ka ndikuar drejt për drejt në privatizimin e aseteve strategjike të Kosovës. Dhe cila ajo ishte në cila unë mendoj një se dokument ka qenë shpërblimi ndërkombëtarëve ndaj Serbisë. po, por mos harrojmë vetëm Është një temë krejtësisht tjetër për privatizimin. Vetëm për ilustrim. Për ilustrim. Po. Do të thonë, këto asete që u privatizuan, do të thonë, dhe kanë kriju tani një elitë. Ka qenë agjende. Po, dhe u kriju pastaj një elitë e cila ka këtë kapital në dorë, pikrisht këta kapitalist e drejtojnë edhe median. Median Shqiptarët me ndalë në atë oferim mos me pas pretendim. Nëse më lejohet Se di që jemi me kohën, por megjithatë po. Ku përmend të thotë qëllimet edhe synimet e Serbisë. Vetëm një gjë. Menja mas përfundimit të luftës Kosovë, dy thane që i ka përmend babai kombit serb Dobrica Sosic thotë e humbën Kosovën, por do ta kthejmë thotë me kisha. Dhe në jetën kohë thotë ne do të punojmë që ti konfrontojnë shqiptarët me bashkinë ndërkombëtare. Dhe që ta ndinë ata veten që na nuk kem nevojë për ta, të krijojmë konfrontime. Pra, këtu duhet kemi parasysh Serbia ka punu dhe po punon këto dy drejtime. Dhe gjithmonë tradicionalisht Serbia ka përdor kartën e fesë për qëllime politike. Nuk është objektivi me mbrojt domosdoshmë kisha. Këto e përdor si instrument politik. Qëllimi kryesor i saj është coptimi i Kosovës, krijimi një bosnjizimi edhe pastaj po të flasim një temë ku trajtojmë çështjen e diplomacisë serbe, atë do të qëllimi kryesor është Mitrovica, është Asetet, është coptimi i Kosovës. Strategjia. E për ta mbyllur krejtësisht me Banjskin. Do të thotë e pam një kundërpërgjigje të shtetit tonë, edhe pse na quhen shtet i ri i prisht, një përgjigje të fuqishme Serbisë, një organizim brillant i policisë Kosovës, i forcave tona, por edhe inteligjencës. Janë për inkurajim, kështu që të nderuar shikues, flini të qetë, mos u merakosni, brezi i ri po na përfaqëson dukshëm më mirë. Ne nuk kishim për qëllim të demaskojmë askën dhe asnjëri, por të demaskojmë politiken e shërbimeve sekrete që janë çdo ditë më shumë dominante tek ne, duke pas tendenca që ta deinkurajojnë rinin tonë, që ta praktisin këtë vend, që mos t'i besojnë thjesht institucionet tona, kështu që ne ju besojmë plotësisht atyre, punojmë çdo ditë dhe kur s'kemi qenë më mirë e më të fortë. Faleminderit shumë, kënaqësi që ju po tasonte. Faleminderit për mundësinë, si thirrje të fundit. Unë ftoj qytetarët e Kosovës të çdo niveli, domethënë që nga fëmijët deri te ata më të vjetër, pavarësisht në çfarë institucioni ose me çfarë thirrje janë, bashkë me të gjithë bashkëdhëtarët kudo që janë, që të marrin pjesë në sigurinë kombëtare, duke informuar institucionet me ndonjë informatë që mund të jetë e nevojshme, duke bashkëpunuar dhe duke besuar plotësisht institucioneve. Kjo është thirrja kryesore që duhet bën dhe të mos bien prej e dezinformimit masiv, të cilin domethënë po e bën armiku në mënyrë si themi strategjike dhe me intensitet tepër të madh. Një falënderim të veçantë duhet shkoj edhe për dy sponsorët tanë, të cilët e kanë bërë këtë zyre kaq brillante, Elektrogazit faleminderit për ndriçimin, ndërsa mobilieria Tetaj e cila është përkujdesur për skenografinë. Faleminderit shumë, mirupafshim në emisione tjera.